Të dashur besimtar, Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wala taqfu ma laysa laka bi ilm." Mos fol për një çështje që nuk e dije, sepse në ditën e gjykimit dëgjimi, shiqimi, zemra kanë me dhënë llogari. Është një fjalë njohu rahimallahu mra'an 'arafa qadra nafsih. Allahu më shiroft ai I cili din pozitën që e ka. Pozitën që e ka. Ka njerëz që marrin guxim, që nuk din as leximin e Kur'anit. Mundohen të mposhtin vendimet dhe qëndrimet e imamëve të sunetit në Medinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një nga imamët më të mëdhaj që I ka ndëruar, që ka qenë ky ummet I ndëruar, është Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Ai ka thënë se është padrejtësi, dhulmun me etiketu ehli sunetin sa'afiqa. Vin njerëz në vendin tonë të paditur. Wa rabbis sama, pasha Allahun, as suratul Fatiha nuk din me lexu. Dhe mundohen me imposht fjalët e imamëve të sunetit. Dhe akuzojnë të tjerët se po bojnë fitnen mes muslimanëve. Prandaj, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe ashtu si shkërkon Allahu subhanahu wa ta'ala, fasalu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun. Për gjërat të cilat nuk I dini, pyetni ata të cilët janë të ditur. Njeriu duhet t'i largohet fitneve maksimalisht që ka mundësi. Por nëse futet, atë duhet futet me dituri dhe me drejtësi, jo me gjehel dhe me pa drejtësi. Dhe pa dyshim se njeriu I cili ka problem me veten e tij, pra ka problem me njohuritë thelbësore të Islamit, dëshiron të ngarkon veten me çështjet më të rëndësishme të Islamit. Prandaj keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala dhe kujdesni nga kush ndikoheni. Asnjëherë mos u frikson me prej talebëve që kanë qëndrueshmërinë fe dhe mësojnë fen prej dietarëve të mëdhej. E në veçanti në fitnë kthehen te imamëve të sunetit dhe nuk ndikohen nga njerëzit të cilët janë pra të luhatshëm dhe fusin kësi dyshime, tamam si pasues të bidatit që etiketojnë me dakhile, el wahabije, me çfarë të drejtë tani ehlu suneti etiketojnë si sa'afiqa. Kjo është dhulm. Andaj keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu na ka ndëruar këtë vend me qenë pasues sunetit. Mos u bëni armisht dhe kundërshtar dhe njerëz të fitneve dhe urrejtjes, që fut një urrejtje në mes njerëzve ndaj atyre që kanë mësuar këtë Islam sipas Kuranit dhe Sunetit, duke mos ju friksuar askujt, duke ditë çfarë thana jetojmë dhe në çfarë vend jetojmë.